Përshëndetje të gjithëve. Sot po sjell një recetë që do ju mbledh gjithë familjen rreth tryezës. Është një tavë ngrohtë me pulë, oriz dhe plot perime. E janë në kuzhinën time ta përgatisim së bashku. Këtu kam një pulë, të cilën e kam prerë në pjesë të vogla. Shtojmë krip, piper të zi, shtojmë këto erëzat e pulës ose mix erëzash mishi dhe 2 gota me ujë. Unë do t'i mbyll në tenxhere presioni dhe do t'i zjej për 15-20 minuta. Gjithmonë koha e zjerjes varet nga pula. Një qepe plot e madhe për ta coptuar në pjesë të vogla, unë po e grite ky grirësi i perimeve. Pasi do më duhet më pas për të grirë perimet e tjera. Në një tigan të thellë shtuam 4-5 lugë të gjellës me vaj ulliri, edhe qepën e prerë në pjesë të vogla i japim një kaurdisje. Po tek i njëjti grirës grim një karotë të madhe në pjesë të vogla. Karota tashmë është gati, edhe qepa ka filluar të skuqet dhe të ndihet ajo aroma e qepës së skuqur. Shtojmë karotën. Ky grirësi i perimet i bën sa një kokër orizi. I japim një skuqe edhe karotës. Vazhdojmë të grim tek i njëjti grirës edhe 4 speca me ngjyrë. Janë 2 të kuq dhe 2 jeshil, por edhe nëse do kishte portokalli, akoma edhe më mirë do ishte. I grim në pjesë të vogla edhe specat. I kemi gati, i shtojmë në tigan. I japim një kaurdisje së bashku perimeve. I vendosim kapakun që të kenë mundësi të zbuten pak, diku tek 5 minuta, gjithmonë ulet temperatura. Këtu kam 2 filxhane gjysmë të çajit me oriz. I bëjmë një përzierje të mirë. Orizin unë gjithmonë e laj dhe e kulloj më parë dhe më pas i jap një skuqe. Filloj orizi të ngjis në tigan. Në këtë moment unë do t'i shtoj shafran për ta bërë më të shijshme dhe më të shëndetshme këtë recetë. Jo vetëm që do t'i japi ngjyrë të bukur shafrani tavës së orizit, por do ta bëj dhe tepër të shijshme. Pak piper të zi. Krip ka edhe lëngu i mishit, ndaj nuk i shtova shumë krip. Në këtë moment do t'i shtoj 3 filxhan të çajit me ujë të nxehtë. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'a lëm të ziejnë për 10 minuta. E ziej paraprakisht orizin që perimet mos të dalin në sipërfaqe të tavës, por të shpërndahen edhe në brendësi të tavës. Këtu ka mishin e pulës të zier, jo i zier plotësisht. Pjesën tjetër e shtojmë lëngun e pulës. Lëngun unë e kam kulluar më parë, që tava të dalin më e mirë. Shtuam 3 filxhan të çajit me lëng pule. Do ta pjekim për 30-40 minuta, gjithmonë pjekja varet nga fura juaj dhe tava është gati. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe ta shpërndani me miqtë tuaj. Me dashuri nga kuzhina ime për ju.